Në këtë edicion do të ndiqni. Në spitalin e përgjithshëm të Gjakovës, aktualisht janë 87 pacientë që po trajtohen për Covid. Ditët e fundit vërtet është rënduar situata brenda reparteve të këtij spitali. Se masat e reja kanë qenë të domosdoshme për të marrë, e ka thënë edhe drejtoresha e shëndetësisë në Gjakov, Afërdita Spahiu Shlaku. Numri të infektuarve me këtë virus gjatë kohëve të fundit është rritur dukshëm dhe kjo ishte mënyra e vetme për të ulur shifrat, ka thënë ajo. Dy aksidente kanë ndodhur sot në rajonin e Gjakovës si pasojë e motit të lig. Policia apelon për kujdes nga të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion. Mirëmbrëma, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve. Në spitalin e përgjithshëm të Gjakovës, aktualisht janë 87 pacientë që po trajtohen për Covid. Ditët e fundit vërtet është rënduar situata brenda reparteve të këtij spitali. Si në të gjithë Kosovën, edhe në Gjakov situata me virusin tinzar Covid-19 është e rëndë. Në spitalin e përgjithshëm Isa Grezda, gjithësisht në repartin interno Covid, aktualisht janë 30 pacientë të hospitalizuar, 25 prej të cilëve rezultojnë pozitiv dhe 3 negativ. Kujdesi i shtuar i mantilbardhve dhe infermierëve të përkushtuar nuk po neglizhohet as nga ana e të sëmurve. Zade Uzunaj tashmë ka arritur të marrë veten dhe është mirënjohëse ndaj stafit të këtushëm. Mjekët më kanë qenë shumë mirë, motrat, kretë gjithë së cili e kanë mirë shumë, se jo pak, ma mirë jam. Përshëndetën, për vend, natën, ditën, shka pashtë, më na i thonë kretë për na japin, faleminderit shumë për mjekit, për të gjithëve. Ndërsa Pashknikaj, internist kardiolog, bën të ditur se nga fillimi i pandemisë janë në krye të detyrës. Ai rrëfen për gjendjen shëndetësore të atyre që lëngojnë nga simptomat të ndryshme të Covid-19. Shumica janë gjendje të mirë, 3 kemë për momentin gjendje pak më të rëndë, me oksigjen 2 fish, ndërsa tjertë edhe 10 tjerë janë me oksigjen, dhe me thanë 13 për të një me oksigjen e terapi. Aktualisht janë 30 pacientë të hospitalizuar. Mirë po, a ka vende edhe për pacientë të tjerë nëse vinë këtu të hospitalizuar? Po, ka prap vende kemi mjaftë, se kemi 48 kreveta, 30 janë të zonën, kështu që jesin edhe 18 janë pirë. Ndërkaq drejtori i Spitalit të Përgjithshëm Isa Grezda, Hilmi Shala, ka treguar raportin në bazë ditore. Ai ka folur edhe për situatën e shtretërve spitalor, të cilën e ka vlerësuar si të menaxhueshme. Bazë raportit që kemi marrë sot me mëngjes, kemi 87 pacientë, cilët janë trajtuar për Covid. 73 nga këta janë pozitiv, pjesa tjetër presin rezultatet ose presin të testohet. Personeli shëndetësor ka gjitha pajisjet masat mbrojtëse, fatmirësisht ka filluar edhe vaksinimi i tyre të vet. Pjesa më e madhe janë vaksinuar, tani ndjehen më të sigurt në luftën ndaj Covidit. Pavarësisht se po vjen të ketë shtrime të reja, në spitalin e përgjithshëm Isa Grezda në Gjakov, situata është në kontroll, pohon Shala. Se masat e reja kanë qenë të domosdoshme për të marrë, e ka thënë edhe drejtoresha e shëndetësisë në Gjakov, Afërdita Spahiu Shlaku. Numri të infektuarve me këtë virus gjatë kohëve të fundit është rritur dukshëm dhe kjo ishte mënyra e vetme për të ulur shifrat, ka thënë ajo. Sot kanë hyrë në fuqi masat më të reja për mbrojtje ndaj pandemisë Covid-19 të përcaktuara nga qeveria e Kosovës. Afërdita Spahiu Shlaku, drejtoresha e shëndetësisë në Gjakov, thekson se këto masa kanë qenë të domosdoshme, kjo për shkak të rritjes së numrit të infektuarve me këtë virus gjatë kohëve të fundit. Muajin mars kemi pas një trend mjaft të madh të rritjeve të rasteve pozitive, edhe mendoj që janë domosdoshme dhe duhet të respektohen në mënyrë që të mbrohet edhe shëndeti publik i qytetarëve të komunës sonë. Spahiu Shlaku shtoi se vaksinimi në Gjakov po vazhdon, si dhe njëkohësisht tregon edhe disa statistika rreth të infektuarve në komunën e Gjakovës. Fillimisht jemi duke i vaksinuar punëtorët shëndetësor të sektorit publik, që mendoj që ditën e premtë do të kryhen këta, pastaj do të vazhdojmë me punëtorët e sektorit privat
dhe jemi duke shiquar edhe nëse na mbesin vakcina, se jemi të furnizuar vetëm me 1000 doza si komunë, nëse na mbesin vakcina, ti vaksinojmë edhe persona mbi 80 vjet dhe ata me sëmundje kronike, që kemi një shifër dikun 1783. Sa i përket numrit të infektuarve nga 13 marsi, në total raste kemi 4304 raste, që është një shifër mjaft e madhe në komunën tonë, kur dihet që Gjakova fillimin e pandemisë kemi pas me një numër shumë të ulët të personave dhe është menaxhuar në mënyrë shumë të suksesshme, po vret një rritje shumë e madhe. Në total raste vdekje kemi 130 raste, që bëjmë pjesë në komunat e treta në territorin e Kosovës me raste të vdekjes. Total të shëruar kemi 3461 dhe raste aktive kemi 713. Nga këtu apelua që qytetarët të respektojnë të gjitha masat mbrojtëse ndaj virusit COVID-19 në mënyrë që të ruhet shëndeti i gjithë secilit qytetar. Organizata botërore e shëndetësisë në ditën botërore të shëndetit u ka bërë thirrje qeverive të vendosin barazi në qendër të rimëkëmbjes nga COVID-19. Në reagimin e OBSH-s thuhet se COVID-19 na ka prekur të gjithëve, por disa kanë dalë më keq se të tjerët, thjesht për shkak të punës që bëjnë dhe pa sigurisë së kushteve të tyre të jetesës, si dhe mjeteve tjera të jetesës. Efektet e masave të kufizimit të COVID-19 janë ndjerë në mënyrë të pabarabartë me njerëz nga grupe me të ardhura më të ulta që kanë rrezik të lartë të humbin punën e tyre. Këtë ditë botërore të shëndetit, e shënuar çdo vit më 7 prill, Organizata Botërore e Shëndetësisë u bën thirrje udhëheqësve të vendosin gjithë përfshirjen dhe barazin në qendrat e të gjitha përgjigjeve të rimëkëmbjes për të krijuar një botë më të drejtë dhe më të shëndetshme. Një mjet i politikës shëndetësore të OBSH-s ka treguar se politikat kanë potencialin më të lartë për të mbyllur boshllëqet shëndetësore dhe për të ndikuar pozitivisht në shëndetin dhe mirëqenjen, veçanërisht nëse bazohen së bashku siç janë ulja barës së pagesave nga xhepi për shëndetin, duke bërë kujdesin shëndetësor të arritshëm dhe të përballueshëm për të gjithë forcimin e mbrojtjes sociale, për të zvogluar pabarazin dhe të ardhurat dhe për të garantuar një shkallë themelore të sigurisë të ardhurave. Pastaj rritja investimeve në strehim cilësor dhe të përballueshëm dhe lagje duke ndikuar dhe ndihmuar në uljen e papunësisë, forcimin e arsimit dhe të mësuarit gjatë gjithë jetës, pasi përmirësimi i shkrimleximit dhe matematikës bazë rrit aftësinë e njerëzve për të marrë kontrollin mbi jetën e tyre dhe rritjen e pjesëmarrjes qytetare, zvoglimin e krimit dhe krijimin e lidhjeve shoqërore. Qeveritë dhe komunitetet tani duhet të punojnë së bashku për të siguruar kushte jetese dhe pune që të gjithë jetojnë një jetë të shëndetshme dhe të lulëzojnë. Njerëz që kujdesen në mjediset institucionale janë në rrezik të rritur. Një faktor i veçantë rreziku me vdekshmërinë COVID-19 është qëndrimi në një shtëpi pleq. Masa të ndryshme duhet të konsiderohen nga qeveritë. Për shembull, ulja të ardhurave të pabarabarta dhe sigurimi i kujdesit të përballueshëm, duke përmirësuar politikat e mbulimit shëndetësor, duke ndihmuar në mënyrë proaktive njerëz të kenë kushte të mira dhe përmirësimin e besimit. Pjesëmarrja dhe zëri politik mund të zvogloj ndjeshëm pabarazit në shoqëri dhe të lehtësoj vuajtjen e njerëzve, thuhet në reagimin e Organizatës Botërore të Shëndetësisë sot në ditën botërore të shëndetit. Të ngutshëm dhe politik po e vlerëson vendimin e qeverisë për vendosjen e masave të reja anti-Covid, infektologu Ilir Tolaj. Ai tha se qeveria e re ka marrë vendim për vendosjen e masave shtesë pa një analizë të mirëfillt epidemiologjike si dhe mjekësore. Sipas Tolajt, mbylljet e këtilla nuk kanë ndonjë ndikim në ecurinë e pandemisë. Madje ai thekson se fushatat zgjedhore kanë ndikuar në prishjen e ekuilibrit. Masat të cilat në vete ngërthejnë edhe mbylljen të këtij tipi, çfarë kemi ne tash, bëhen gjithmonë për një arsye të vetme. E ato janë për të zvogluar numrin, meqense se domosdoshmë do të ndikojnë në zvoglimin e numrit të rasteve të reja, dhe rrjedhimisht me këtë për ta kursyer sistemin shëndetësor nga raste të shumta të cilat eventualisht nuk mundet me i përballë. Tutje infektologu Tolaj thekson se në rast se vendi përballet me një valë të re të virusit, kapacitetet spitalore nuk do të mund ta përballonin. Numri aktual i rasteve të reja, si dhe numri të hospitalizuarve, është i nivelit i cili është i përballueshëm për sistemin shëndetësor, pa asnjë dyshim.
Problem do të ishte në qoftë se do të ballafaqoheshim me një valë të re, ose në qoftë se kjo valë nuk do të përfundojë dhe do të regjistrohet një ngritje e vrullshme, gjë që nuk pres. Ai thotë se Kosova ka kaluar me sukses menaxhimin e pandemisë dhe se merita i takon qytetarëve, po që edhe kjo ka ardhur për shkak të moshës së re të popullatës. Ne jemi në valën e tretë të pandemisë, dhe si duket, në qoftë se ky trend i rënies së numrave të rasteve të reja do të bie, atëherë jemi diku në rënje të valës së tretë, gjë që është mirë. Ne për disa ditë me radhë kemi zvoglim të numrit të rasteve të reja, pavarësisht që numri i vdekjeve herë është më i madh dhe herë më i vogël, por vdekjet kryesisht asnjëherë nuk mund ta përmes atij numri nuk mund ta vlerësojmë ecurinë e pandemisë. Merita kryesore për këtë ecuri të volitshme të pandemisë nuk është as menaxhimi i mirë e as autoritetet shëndetësore politike, por merita kryesore i takon popullit të këtij vendi, i cili është shumë i ri dhe rrjedhimisht me këtë ka përballuar shumë më lehtë se sa vendet tjera. Merita kryesore i takon popullit të këtij vendi, i cili është shumë i ri dhe rrjedhimisht me këtë ka përballuar shumë më lehtë se sa vendet tjera, ku mosha e popullatës është shumë më e moshuar, deklaroi ai. Kryetari i Asociacionit të Komunave të Kosovës, Azan Ibrahimi, tha se Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia ka vendosur në mënyrë të njëanshme për vendosjen e masave të reja për parandalimin e përhapjes së COVID-19 pa u konsultuar me të gjitha komunat. Ibrahimi tha se kryetarët e disa komunave kanë kundërshtuar këto masa për shkaqe ekonomike, por edhe për shkak të mungesës së stafit inspektues. Kryetarët në përgjithësi nuk i kanë përshëndetur masat e reja, po kanë kërkuar staf shtesë inspektues nga niveli qendror, sepse komunat kanë mungesë të jashtëzakonshme të inspektorëve komunal, po edhe neve si Asociacioni Komunave të Kosovës kemi kërkuar në të kaluarën, po përsëri bëjmë thirrje që komunat të përkrohen me staf shtesë inspektues. Qeveria e Kosovës miratoi të hënën masa të reja për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Këto masa për 2 javë të ardhshme ndalojnë qarkullimin e qytetarëve nga ora 22 deri në 5, përveç në raste urgjente. Po ashtu nga data 7 deri në 18 prill, shërbimet e gastronomisë obligohen të pezullojnë aktivitetin e tyre. Zbatimi i masave bëhet në nivelin lokal, e jo në nivelin qendror. Kjo ka qenë konkludimi i përbashkët. Mirë po ndodhi që procesi apo zotimet e bashkëpunimit të ndërsjellë të lëndohet ky proces pak dhe kryetarët e komunave kanë kërkuar që të ketë konsultim të mirëfillt gjithmonë para zbatimit të masave. Në asnjë rast, as komunat, po as kryetarët e komunave, as drejtorët komunal nuk kanë qenë që nga marsi i vitit 2020 në mos zbatimin apo kundër zbatimit të masave. Gjithmonë janë zbatuar në plotësi me të gjitha kapacitetet humane, po edhe financiare nga niveli lokal, mirë po kërkojnë dhe do të kërkojnë gjithnjë që procesi të jetë më gjithëpërfshirës i konsultimeve me kryetarët e komunave. Komunat kanë pasur një rënje drastike të hyrave dhe investimet kapitale nuk janë realizuar. Ibrahimi e cilëson marrjen e vendimit të këtyre masave si rrezik për komunat dhe për ekonominë në përgjithësi. Nga mërkura kanë hyrë në fuqi masa të reja të qeverisë me qëllim të kontrollit, parandalimit dhe luftimit të pandemisë. Me këtë vendim, gastronomia ka pezulluar aktivitetin bashkë me qendra tregtare, në të cilat do të funksionojnë vetëm marketet ushqimore si dhe banatoret. Ky vendim është kundërshtuar nga pronarët e lokaleve në kryeqytet, të cilët pas 18 prillit kanë paralajmëruar protesta në rast se nuk ka lirim të masave. Erkan Dogani tha se mëngjesin e së mërkurës e ka nisur ndryshe pa klient. Dogani shtoi se nëse pas datës 18 prill deri dhe kur janë në fuqi masat, nuk ka lirim të tyre, do fillojnë me protesta. Po tash më ndryshe pak se e kemi nisë me ditën me take away, merr me vete kafën, tash më zbraz lokali, tash një ndjenje më ndryshe. Po tash pi pranojnë këtu mosa deri me 18, po tek shyn tash mas 18 çfarë do veprojnë. A do hapmi, a do të mbyllim vazhdim ala.
Na si gastronomia kemi paralajmëruar që do e bëjmë një protest, do të shohimi se na kemi thonë me leje pa leje qeveria do të japim lokalet, nuk do jesim më mbyll. Se edhe për shkak mos financimit të duhur, do të bëjmë një veprëm edhe na. Edhe Sulejman Limani, pronari një lokali tjetër, thotë se do kundërshtojnë çdo masë të re pas 18 prillit. Na respektojnë masat anti-Covid që janë, respektojnë çdo send çka thotë qeveria, po inshallah janë vetëm 12 ditë, nuk janë 3 muaj, 4 muaj që shkena konë më herët. Gastronomët në Parim janë kundër masave të reja dhe kështu paralajmërojnë protesta pas 18 prillit. 2 aksidente kanë ndodhur sot në rajonin e Gjakovës si pasojë e motit të ligë. Policia apelon për kujdes nga të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion. Edhe pse kemi hyrë në stinën e pranverës, zbura që ra sot shkaktoi probleme në komunikacionin rrugor, pasi që edhe shoferët tashmë kanë hequr gomat dhe pajisjet e dimrit nga veturat e tyre. Komandanti i trafikut rajonal në Gjakovë, kapiten Albin Sahatçia, tha se gjendja në rrugë është kryesisht stabile përkundër disa vështirësive që janë paraqitur në mëngjes ku kanë ndodhur 2 aksidente. Kem 2 aksidente me dëme materiale, pra nuk kem aksidente më shumë me pasoja më të rënda, po ashtu gjitha rrugët në 3 komunat ku përfshihen Gjakova, Malisheva dhe Roveci janë të qarkullueshme. Vështirësi ka pas në fillim në mëngjes për shembull kur rreshjet kur janë formuar edhe disa ngrica për shkak të rreshjeve të borës, mirë po fatmirësisht edhe kompanitë të cilat janë të kontraktuar në pastrimin e rrugës janë njoftuar më njëherë dhe kanë dalur në vendin e ngjarjes. Sahatçia pati edhe një apel për të gjithë ngasësit dhe pjesëmarrësit në komunikacion. Ne ju bëjmë apel të gjithë drejtuesve të mjeteve të shmangën vozitjes në relacione të cilat janë të panevojshme për shembull, absolutisht të panevojshme dhe të kenë kujdes gjatë ngasjes duke marrë parasysh se është bërë edhe ndrimi i gomave prej datës 15 marsit, andaj thellësia e pneumatikëve tani që drejtuesit e mjeteve i kanë ndru gomat është 1.6 mm dhe të cilat nuk janë të mjaftueshme për qarkullim në këtë kohë ku ka rreshje atmosferike. Policia e Kosovës përmes autorizimeve ligjore dhe planifikimeve konkrete operacionale për menaxhimin dhe kontrollin e trafikut në vend, po punon në mënyrë që të kemi një siguri edhe më të madhe nëpër rrugët tona, thonë zyrtarët e trafikut rajonal në Gjakovë. Për të parë se sa kanë ndikuar rreshtet e sotme të borës nëpër rrugët magjistrale, ne jemi drejtuar në stacionin e autobusëve në Gjakovë. Aty kanë folur edhe për vendimet e fundit të qeverisë. Rreshtet e ditës së sotme nuk kanë ndikuar në qarkullimin e autobusëve në komunën e Gjakovës, por vendimet për zhvillimin e transportit me kapacitete të përgjysmuara janë duke shkaktuar dëme. Këtë e pohon edhe Flamur Bicuri, kryeshef ekzekutiv i ndërmarrjes stacioni autobusëve. Jo, vështirësi nuk ndikon rreshtet e borë, nuk kanë ndiku. Ma shumë kanë ndiku këto vendimet të qeverisë. Domethënë, me vendimin që me 50% më punu operator tonë, shka ndikon negativisht për ta. Domethënë, kanë me pas vështirësi në tarmen, nëse vazhdon këtë trend. A e shton se janë në kontakt të vazhdueshëm me shoqatën e transportit të udhëtarëve dhe është i njoftuar me vështirësitë e operatorëve. Me shoqatën kemi kontakt përditshëm. Vështirësitë i kanë normal, shpjegojnë, kemi takime. Kanë bërë kërkesë, kanë pas takime me ministrin e atëhershëm të kaluar për kompenzimin e disa damave. Çka do të bëhen tani nuk mund të garantu pasi ne me operator nuk kem lidhje. Domethënë më shumë dëmton këtë rast operator tanë, të cilët domethënë ne mvaremi edhe për tyne faktikisht. Edhe për kryetarin e shoqatës së transportit të udhëtarëve, Kadri Ramani, rreshtet sot nuk kanë krijuar vështirësi në qarkullim. Ai thotë se tash sa muaj po punojnë me kapacitete të përgjysmuara, por nuk kanë ndaluar përkundër vendimeve që kanë qenë në dëm të tyre. Ne me këtë vendim kemi punuar prej qershorë ditë kalum, vendim që është fuqi pa neve. Vendimi që neve ka qenë shumë vështirësi, besoj që edhe ju pak a shumë që me njoftuan, vendim për cilin ne kemi pas shumë ankesa, shumë takime me ish ministrit, me ish kryeministrit, me ish ato 100.000 premtime të cilat në fund su realizuar asnjë.
Ramani thot se janë në pritje të formësimit të plotë të qeverisë së re për të parashtruar kërkesat e tyre, pasi deri më tani nuk janë kompenzuar asnjëherë. Besoj që do të kemi një takim me ministrin e ri, që do t'ja shpalosim gjitha problemet, edhe besoj që ministri i ri do ta ketë konsiderat sepse vendimi i përgjithësimit të kapacitetit dhe vendimi i mbylljes për 3 muaj vitet e kaluar kanë qenë po ta qytet një qeveri shkurtini. Prandaj besoj që ka obligimi fije pak më tepër më marrë me neve. A jeni kompenzuar ndonjëherë? Deri tash jo. Për fat keq deri tash jo. Jemi kompenzuar vetëm me perëndim me fjalë boshe. Pra pasyrit të kamerës edhe shoferët e autobusëve kundërshtojnë ashpër vendimet e qeverisë. Përkundër ankesave, transporti është duke vazhduar rregullisht. Dy humbjet e fundit të Kosovës nga Suedia dhe Spanja në kualifikimet për kampionatin botror Katar 2022, pastaj mos ftesa e disa lojtarëve të Superligës së Kosovës, si dhe atmosfera jo e mirë brenda grupit, të gjitha këto janë faturuar trajnerit zviceran Bernard Schaland. Kritikat e opinionit sportiv kanë shkuar aq larg sa edhe është kërkuar shkarkimi i tij nga Federata e Futbollit të Kosovës. Mirë po shkarkimi i Bernard Schaland nuk është në planet e kësaj federate. Kështu ka konfirmuar sekretari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Erol Salihu. Ai ka thënë se kontrata e trajnerit zviceran skadon vitin e ardhshëm. Trajneri Schaland është dashur, kontrata e ka skadu në maj dhe është dashur me vazhdu kontratën. Edhe cili njeri nuk do të vazhdon të kontratën me një person që ka pas 15 ndeshje që ka bu këtë popull krenar. Në tregoni, një person serios. Nuk du me ndëgju në palacot që dalin çdo ditë të shesin men këtë popullit. S'kan kur farë, as di as kompetencë. Pra duhet jemi real, e ka meritu një kontratë re. Madje Saliu deklaroi se shqyrtimi punës së Bernard Schaland mund të bëhet pasi të përfundojë cikli kualifikues i ndeshjeve për në kampionatin botror dhe se puna e tij do të shqyrtohet vetëm pasi të mbyllen këto ndeshje. Por unë besoj që do të vazhdoj dhe pastaj sepse kur përfundon ky cikël, pastaj mund të bëhet një rishqyrtim besoj, por duhet jemi real që për kampionat botror është shumë vështirë. Por a është paga e lartë e Schaland njëri nga faktorët që FFK po heziton të shkarkojë atë. Para pak ditësh mbrojtësi kombëtare së Kosovës Lart Paqarada bëri të ditur se tërhiqet nga kombëtarja e Kosovës dhe se nuk kthehet derisa në krye të skuadrës është trajneri Bernard Schaland. Duke komentuar këtë vendim të Paqaradës, Saliu tha se lojtari në fjalë ka bërë një veprim të ngutshëm, por se në fund secili merr përgjegjësinë për veprimet e veta. Nuk mendoj se ka vendosur mirë, për arsye se ka pas rastin kalu, edhe ka njerë nuk shkon, nuk jenë formë. Mendoj që ndoshta është dashur më shumë me lu, po vendos trajnerin në fundit. Prandaj mendoj që i larti ka bërë një potest ngutshëm, por në fundit secili përgjigjet për veprimet e veta. Kret në fund, Erol Saliu nuk e ka përjashtuar mundësinë që trajneri që do të pasojë Schaland në stolin e kombëtarës së Kosovës të jetë nga skena vendore. Unë e di që kemë një besnikase për shembull për moshë, jo vetëm trajner i mirë, po është karakter, ka dëshmu veten, është djalë i mirë, është burr i mirë. Po nuk varet po them gjithmonë nga njëra palë, po nga dyja palë, dhe unë nuk kam ndonjë preferencë, sinqerisht po them, si ish futbollist po them, por i mbetet pra komiteti i shtetit vendos. Ndeshjet e radhës sa i përket kualifikimeve për kampionatin botror, Kosova i zhvillon në muajin shtator, ku do të ballafaqohet me Gjergjin, Greqinë dhe ndeshjen kthyese me Spanjën. Në vazhdim të ndjekim grafikën e parashikimit të motit për ditët në vijim. Para se të ndajemi të ndjekim edhe njëherë disa nga informacionet kryesore të këtij edicioni. Në spitalin e përgjithshëm të Gjakovës aktualisht janë 87 pacientë që po trajtohen për Covid.
Ditët e fundit vërtet është rënduar situata brenda reparteve të këtij spitali. Se masat e reja kanë qenë të domosdoshme për të marrë, e ka thënë edhe drejtoresha e shëndetësisë në Gjakov, Afërdita Spahiu Shlaku. Numri të infektuarve me këtë virus gjatë kohëve të fundit është rritur dukshëm dhe kjo ishte mënyra e vetme për të ulur shifrat, ka thënë ajo. Dy aksidente kanë ndodhur sot në rajonin e Gjakovës si pasojë e motit të lig. Policia apelon për kujdes nga të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Për më shumë informacione na ndiqni edhe në portalin syrevizvizion.tv. Mirupafshim.